Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Çfarë do të ndodhë diçka e bukur, e lumtur në muajin korrik për ju? Çfarë do të ndodhë në muajin korrik? Një diçka e bukur, një diçka e lumtur, një diçka që do t'ju gëzoj. Mashkulli magjik. Në infinit, ju do të keni gjithçka. Do të keni bollëkun, do të keni dashurinë, do të keni financa të mrekullueshme, një punë të re dhe lajme të mira. Por sot, ky lajm që do të vinë nga ky princ do të jetë një lajm për bollëk, një lajm për financa, një lajm për sa i përket pjesës së dashurisë. Shpeshherë ju jeni pak të rrethuar me njerëz jo fort me botë të madhe shpirtërore, pra me zemër të vogël, me njerëz me pak zili, me ziliqar, por gjithmonë tek ju triumfon dashuria. Sepse ju jeni një person që keni një energji, një pasion për të dashurin tuaj ose të dashurën tuaj. Dhe mbroheni nga ky ëngjëll në univers që rrugën tuaj drejt majës së kësaj piramide ta keni të mbushur plot me gëzime, me dashuri. Keni rrotën e fatit. Rrota e fatit tregon një fat në jetën tuaj, për sa i përket shëndetit, një shëndet të mirë, për sa i përket bollëkut, financave, dashurisë. Pra është një ajmali që e mbani pas shpatullave tuaja për të mbrojtur në gjitha aspektet e jetës tuaj. Jeni një person që keni pasur një lidhje të fortë me një pjesëtar të familjes. Dhe kjo ju ka bërë që ju në këtë periudhë të jetës tuaj të keni marrëdhënie, dashurie, marrëdhënie financash, marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie pune, por në këto marrëdhënie ju themelet doni t'i keni të sinqerta, pra të keni marrëdhënie me sinqeritet, që jo shumë rrallë ndodhin, pra janë shumë të rralla këto marrëdhënie. Por ju jeni personi tillë që doni që marrëdhënie që krijoni në çdo aspekt të jetës suaj t'i keni të sinqerta, të kenë themelet në sinqeritetin e tyre. Shpeshherë mendojeni për këto pjesë të jetës tuaj që doni të realizoni, për pjesën e financave, për pjesën e një biznesi të ri, dhe ju realizohet, shumë shpejt ju realizohet, sepse mbretëresha e monedhave tregon që ju do të jeni të fytur në këtë bollëk dhe do të keni në një dorë dritën e universit që ju ndriçon në rrugën tuaj dhe në dorën tjetër monedhën, bollëkun. Faleminderit shumë, miqtë e mi.